Komuna e Tetovës, të dielën që kaloi, ka zhvilluar një seancë të jashtëzakonshme ku mori vendimin për të shpallur të hënën në një dhjetore ditë zije. Dita e zisë është shpallur për shkak të vdekjes së këngëtarit Shpat Kasapi, i cili u përcolli ditën e diel në banesën e fundit. Shpat Kasapi dha një kontribut të rëndësishëm për zhvillimin e kulturës dhe muzikës në komunën e Tetovës, Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe në skenën muzikore shqiptare. Shpat Kasapi ndërroi jetë në moshën 40 vjeçare të mërkurën pas një sulmi në zemër. Ai ishte një nga emrat më të njohur të muzikës shqiptare dhe numëron hite të shumta të dashura për të gjitha grup moshat. Karriera e tij nisi në fillim të viteve 2000 dhe ishte një idhull për shumë breza. Disa nga hitet e tij janë Valle Kosovare, Kur shëndau prej meje, Dashni pa limit, Aroma e saj dhe shumë të tjera. Shpat Kasapi la pas edhe një djalë. Në tutje kujtojmë se ceremonia martore u mbajt në Pallatin e Kulturës në Tetovë, ku u mblodhen familjar, miq dhe adhurues të muzikës për t'i dhënë lam të mirën e fundit. Të pranishmit ndan kujtime dhe emocione duke reflektuar mbi ndikimin e madh që Shpat Kasapi la në publik për kolegët e tij.